Përshëndetje miq, mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim Double RX. Sot do t'ju tregojmë se si mund të ndryshojmë ngjyrën e syve me një komandë shumë të thjeshtë. Do t'ju tregojmë edhe në një rast tjetër ku bëhet fjalë për një sy kaf, i cili është pak më i ndërlikuar për të ndryshuar ngjyra. Do kemi mundësinë të përdorim manipulimin e syrit. Do t'ja shpjegoj më qartësisht në hapat e mëtejshme se çfarë bëhet fjalë. Ne na mjafton që të krijojmë një hue saturation këtu, dhe kjo komanda që është këtu, ja klikojmë me butonin e majtë të mouse-it ose me tablet, çfarë mund të kemi në përdorim. Klikojmë një ngjyrë mesatare, po të shikojmë syri na kap te kjo foto kap të paktën dy ngjyra që duken theksuar, është ajo jeshilja dhe e verdha që na i kap syrin e, por normalisht në përbërje ka shumë ngjyra tjera. Klikojmë me butonin e majtë, pajmë shtypur dhe zhvendosim djathtas. Nëpërmjet klikimit të butonit me këtë komandë arrit të selektoj ngjyrën, dhe siç mund ta shikoni këtu poshtë janë ngjyra të cilat janë selektuara. Unë këtu mund të bëj kufizime të numrit të ngjyrave, po ta shikoni kjo është nga e verdha drejt të kuqes, dhe unë mund të heq një pjesë, një sasi të ngjyrës së kuqe dhe nga kjo mund të heq një sasi të ngjyrës jeshile, gjë e cila në momentin që unë lëviz këtë krahun këtej, krahun e majtë, përjashton nga selektimi tonet e ngjyrës së lëkurës. Në momentin që ne kemi bërë përcaktimin e ngjyrës të selektuar, atëherë kemi mundësinë për të lëvizur ngjyrën edhe dritën. Në këtë moment ne nuk kemi nevojë që ta mbajmë saturation në këtë nivel maksimal apo ta çojmë në nivele minimale, ne na duhet ta kemi aty tek zeroja, që t'jetë drita që kishte syri, as mos ngjyra saturation t'jetë në nivelin e intensitetit ngjyrës t'jetë në zero, as mos ta shtojmë, as mos ta heqim. Në këtë rast jemi të interesuar vetëm për ndryshimin e ngjyrës. Atëherë, duke lëvizur hue, që është ngjyra, majtas ose djathtas, ne do bëjmë ndryshimin e ngjyrës së syve. Siç mund ta shikoni, duke lëvizur gradualisht edhe ngjyra e syut ndryshon. Po ta shohim, na mbetet një zonë këtu e pa selektuar mirë ose edhe disa në brendësi. Këtë mund ta ndryshojmë duke gjetur një ngjyrë që është e kundërta e ngjyrës jeshile, pa që të krijojë kontrast që t'jetë e dallueshme, dhe kjo ngjyrë mund të jetë këtu, dhe ne na duhet që të zgjerojmë pak sipërfaqen e selektuar të ngjyrës jeshile. Këtë s'mund ta ndryshojmë shumë sepse do filloj të na ndikojë në ngjyrën e do t'ju shpjegoj edhe diçka. Po shikoni këtu ka dy viza tek hue saturation. Kjo ne na tregon shiriti i lartë, na tregon ngjyrën që kemi selektuar, ndërsa shiriti i poshtë ngjyrën si e kemi ndryshuar. Do me thënë se çfarë ngjyre kemi vendosur në zonën së selektuar. Po ta shikoni, këtu ka ndryshimet që ndodhin. Shikoni, tani e kemi blu syrin, nga jeshil që ishte, e kemi blu, këtu është diçka si e verdhë, pastaj nëse duam, mund të luajmë me dritën, kjo është drita, por që nuk na intereson ta çojmë në maksimum sepse njëra e zbar, tjetra erson, që na intereson më shumë ta kemi në nivelet ku ishte. Okej, bëjmë një sy, themi blu.
Edhe kjo është ndryshimi i ngjyrës së syrit. Ky lloj ndryshimi na jep mundësinë që të kemi detajet mos na zhduken, por të jenë aty të pranishme. Nuk ka nevojë që t'i bëjmë gjëra të tjera të syrit, thjesht për ngjyrën jemi të interesuar, pastrimi i pjesës së bardhë së syrit është i bërë. Tashmë kjo foto normalisht është një foto e marrë nga interneti, po ta shikoni edhe dritën që është përdorur, se është foto e realizuar në studio, drita që është përdorur, janë çdo detaj është aty edhe pse ngjyra e syut ndryshon. Kjo është një nga metodat që mund të bëjmë për ndryshimin e syrit, ka dhe metoda tjera, mënyrat si mund të ndryshojmë dritën, apo mund të përdorin përveç hue saturation, mund të përdorin edhe kurbat për të ndryshuar, ja ta marrim një shembull, kurbat po t'i shohim këtu, thot RBG, red, edhe green dhe blue. Për shembull, në qoftë se do zgjidhim red, shikoni çfarë ndodh me ngjyrën e syrit, shikoni. Do thoni ju, i gjithë efekti po shpërndahet në gjithë pjesën e lëkurës e portretit të modeles. Atëherë, ne bëjmë të qenë tjetër. E konvertojmë nga të bardhë të zezë. Kjo automatikisht normalisht e fsheh efektin. E bardha e fsheh efektin, ndërsa e zeza e fsheh efektin, ndërsa e bardha e bën atë më të dukshëm. Atëherë, ne do marrim një brashtu dhe do të ngjyrosim me të bardhë në pjesën e syrit. Të ishte e mira që mos të prekim zonat, për shembull siç është pjesja irisi ose bebja e syrit, siç i themi në gjuhën bukore. Atëherë, shkojmë te jeshilet, mund t'i ngrejmë jeshilet, i bëjmë më të forta, mund t'i heqim fare, dhe po ta shikosh merr një ngjyrë komplet tjetër syrit. Tek bluja, e heqim blu, normalisht janë të kundërtat. Në qoftë se do t'i tregoj një hile të vogël, në qoftë se ju nuk i mbani mend se kush janë për shembull e kundërta e blus, e kundërta e të kuqes, e kundërta e gris, kemi një color balance, thotu, e shtypim këtë edhe t'i jep të kundërtat. Normalisht kjo është për të krijuar balancën e ngjyrave në foto, kryesisht nuk përdoret për zona caktuara, siç po përdorja kurbën, por përdoret për të krijuar një stil në total të fotos. Atëherë kjo nuk na duhet, se nuk mund na shërbej për pjesën e siç mund ta shikoni, pothuajse ka ndryshuar totalisht pamja e syrit nga momenti që përdora vetëm pjesën e hue saturation që ishte, në momentin, shikoni, kjo kurba ndikon vetëm te kjo, mbi këtë bazën që kemi, mbi foton që kemi. Nëse shtojmë këtë që kemi ndryshuar ngjyrën, po ta shikosh, në gjithë ndryshimet që kemi bërë ne, ndikojnë tek ngjyra blu. Domethënë, për momentin është një blu më intense, ka pak ndoshta të kuqe në brendësi. Domethënë është në dorën tuaj të luani sipas dëshirës për të realizuar ngjyrën që dëshironi. Atëherë, do kalojmë tek fotoja e dytë, falni. Po të fshim. Atëherë, kemi foton e dytë, kemi një sy kaf dhe një sy jeshil. Në qoftë se ne syrin jeshil do donim ta bënim kaf ose anastjeltas, është e njëjta procedurë. Do vim këtu, të marrim një ka këto. Kjo është elliptical marquee tool, do marrim. Ka janë marquee tool, janë dy marquee tool, një është rectangle që është drejtkëndësh,
edhe elliptical marquee tool, në qoftë se do doni të dini se si funksionojnë me hollësi këto dy komanda. Unë kam tutoriale për të dyja, është i njëjti tutorial që i shpjegon të dyja si funksionon, por është në anglisht, gjithsesi është e thjesht për të kuptuar dhe në anglisht, edhe personat që pothuajse nuk dinë anglisht do ta kuptojnë, sepse është mënyra se si shpjegojnë gjërat me lëvizje dhe me shembuj konkret që bëhen sa më të qartë. Pa humbur kohë, le të kalojmë menjëherë tek fotoja dhe do krijojmë një rreth. Siç shikoni rrethi krijohet automatikisht sepse si duket. Atëherë, shkojmë tek normal, këto detaje do t'u janë shpjeguara me hollësi se si funksionojnë tek tutoriali. Unë do ta vendos linkun në hapësirën e përshkrimit të videos. Njëherë nga qendra marrim qendrën e syrit. Siç e shikoni, po zhvendoset gradualisht. Nuk prish punë nëse kapim pak më gjerë se ç'duhet, për arsye se do e punojnë. Kalojmë tek fotoja tjetër, dhe këtu CTRL-V, shtypim transform, ose ta bëjmë në mënyrën e gjatë, jo me shortcut, free transform, siç e shikoni këtu, scale-i. Atëherë, nëpërmjet tek edit, tek transform, dhe marrim një nga komanda që mund të përdorim. Gjithsesi këtu do të shtypim command T në qoftë se keni iMac, ose control T në qoftë se keni Windows, që dali kjo dritarja këtu. E zmadhojmë aq sa të mbulojmë syrin. Do të pozicionojmë sa më mirë. Atëherë shtypim enter, edhe zëvendësimi tashmë shkryer. Na mbetet thjesht të punojmë detajet e videos, duke krijuar një mask. Në këtë rast nuk është nevojë që ta konvertojmë, por do punojmë direkt në këtu për të ndryshuar ngjyrën e bardhë e zezë për punuar maskat. Mjafton që të klikoni këtu tek shigjetat, ose në tastier mund shtypni X-in edhe bëhet ndryshimi. Atëherë, do marrim brush tool, na nevojitet një soft, sa më e butë të jetë, aq më mirë është. Atëherë, flow do ja ulim në 80%, sepse nuk është nevojë të jemi 100% ose më poshtë se 80%. Duket normal. Dhe do fillojmë të largojmë pjesën që nuk na duhet. Siç e shikoni këtu, po na shfaqet pak pjesa e syrit me ngjyrë jeshile, gjë që do ta rregullojmë. Isha shtypur për 2 herë sakt. Në pjesën lartë do punojmë me ngjyrën e pothuajse kemi mbaruar. Kjo procedurë është shumë e thjeshtë dhe mund të realizohet shumë më shpejt se sa aq, por që në këtë rast unë po e realizoj me qetësi dhe shumë avash, për arsye se duhet që
mos ju shpëtoj asnjë detaj, mos keni nevojë ta shikoni videon 2 herë për të kuptuar se si realizohet, se në shumicën e rasteve nuk mjafton vetëm një herë ta shohësh një video për t'i memorizuar të gjithë detajet. Atëherë edhe një herë do shkojmë tek Liquify në këtë moment. Siç mund t'ju kem thënë dhe në tutorialet e tjera, Liquify bëhet nëpërmjet në iMac. Në Mac duhet shtypni Command Shift Z ose X, si mund ta themi. Ndërsa në qoftë se jeni me Windows, mjafton shtypni Ctrl Shift edhe X. Edhe keni të realizuar. Atëherë do vim të Liquify, dhe nëse shikoni komandën këtu që thot Show Backdrop, që do thot të shfaqësh sfondin. Ne sfondin do ta shfaqim për të qenë sa më të saktë në punën tonë. Dhe do e zgjerojmë pak syrin që të mbulojmë pjesën e këtu na thot se sa mund të na duhet, ndoshta do na duhet më shumë që të okay, the background settings are preventing the preview from showing the okay. Atëherë voilà. Show edhe pak. Rezultati final do na dalë i tillë që vetëm ne që po e bëjmë si tutorial do e dallojmë që është i punuar normalisht. Ok, do mund të bëjmë edhe diçka këtu që mund ta rregullojmë pak më mirë. Sepse në fakt kjo pjesë e syrit, rrumbullaksia është paktën për syrin ton, ato që shohim ne duket gjithmonë perfekte, kështu që ne s'kemi si alternativë tjetër veç se ta bëjmë duket perfekte. Edhe këtu pak, por që është në dorën tuaj, se kjo është tutorial që thjesht për ta parë ju se si realizohet, jo për të bërë punë perfekte. Atëherë ishte më parë, tani na duhet që edhe pak këtu të punojmë. Hop. Dhe kemi syrin ashtu si duhet të jetë. Çfarë mund të bëjmë tjetër? Mund shtojmë një kurbë, mund t'japim pak më shumë dritë, duke qenë se fotoja është shumë e ndriçuar, plus edhe po t'i grupojmë këto të dyja, shtypim shiftin 1, 2 edhe grup këtu, edhe klikohet, krijojmë një grup. Siç e shikoni, syri është ndryshuar ngjyra. Mund të bënim edhe më mirë në qoftë se do donim që qendra e syrit ishte këtu ku është kjo. Po ta shikoni edhe mënyra se si i bie drita përputhet fotoja nga fotoja, është një element i rëndësishëm për të dukë sa më natyrale ndryshimi i syrit. Atëherë vim dhe njërë tek kurba. Ne intereson që t'i hapim pak shadowsat më shumë, t'i lëm highlightset. Ok. 1, 2, 1, 2. Si që shikoni, edhe ngjyra e syrit u ndryshua. Dhe më thonë,
Unë po ju tregoj teknikën se si mund ta realizoni. Pastaj nëse ju do keni kohë të merreni më gjatë me realizimin e fotos, ajo është tjetër gjë pastaj. Është në dorën tuaj që ta realizoni. Ka ngjyra jeshile, sepse janë ngjyra jeshile dhe ngjyra kafe janë dy ngjyrat që janë shumë ndryshme nga njëra tjetra. Prandaj përdoret kjo lloj metode për të ndryshuar ngjyrën e syve. E njëjta procedurë ndodh edhe kur don të kthesh syrin kafe në jeshil. Detyrohesh që të kopjosh materiale nga një sy tjetër me ngjyrë jeshile dhe ta vendosësh, si të vendosësh lente. Por duhet t'i vësh rëndësi detajeve të tilla si drita për shembull, që është përdorur normalisht është bërë me dritë artificiale, edhe fotoja është bërë me dritë artificiale. Dhe po ta shikojmë këtu, drita kryesore vjen nga e djathta lart, edhe këtu drita kryesore vjen nga e djathta lart. Kemi edhe drita tjera, normalisht që përdoren këtu, por që nuk është se duhen shumë. Kaq për këtë tutorial. Shpresoj të takohemi sa më shpejt në tutoriale të tjera që do vijojnë. Normalisht do mbajmë këtë linjë, mënyrën se si shpjegojmë gjërat.